Menaxhimi i Bregdetit të Ulqinit nga institucionet shtetërore të Malit të Zi ka shkaktuar shqetësime për komunitetin që jeton në Ulqin si dhe për pushtetin vendor. Korrespondenti ynë Ali Salaj përgatiti kronikën që po transmetojmë. Menaxhimi i Bregdetit të Ulqinit nga institucionet shtetërore të Malit të Zi konsiderohet si shqetësuesi për komunitetin që jeton në Ulqin, por edhe për pushtetin vendor. Të dhënat e shoqërisë civile Mogul, e cila me mbështetjen e Bashkimit Evropian tash disa vite bën monitorimin e kësaj zone, tregojnë për një diskriminim në administrimin e Bregdetit të Ulqinit. Pra ne që merremi me monitorim kemi dëshmi të diskriminimit në menaxhim dhe të mbledhurat, pra ato çka vjelen në komunën e Ulqinit, edhe pse sipas ligjit një sasia e konsiderueshme duhet edhe t'i kthehet në forma të investime dhe të mirëmbajtjes, kjo nuk ndodh. Komuna e Ulqinit nuk ka një trajtim të barabartë si komuna tjera bregdetare në Mal të Zi. Në Ulqin, sipas zotit Perović, zbatohet modeli më i keq i administrimit të Bregdetit, ku çdo gjë merret dhe asgjë nuk kthehet. Kudo në botë këto agjensi shtetërore ose ndërmarrje publike merren me mirëmbajtjen, me ruajtjen dhe kultivimin e vlerave të Bregdetit, e kurse si vetëm me menaxhim dhe vjelje të ardhurave, pra pa kurfar mundi, pa kurfar djerse, ndërmarrja nga budva i merr të gjitha qirat e të gjitha plazheve në komunën e Ulqinit, diku më shumë se gjysma e plazheve në Mal të Zi gjenden pikërisht në territorin e komunës së Ulqinit, kurse atje ka për shembull të punësuar 40-50 punëtor, për atyre është vetëm një nga komuna e Ulqinit. Këtë situatë zoti Perović e cilëson si një centralizim dhe uzurpim të qëllimshëm që sipas tij nuk ka asnjë model në shtetet e mesdhëut. Ky është një centralizim dhe monopolizim i qëllimshëm dhe nga qeveria e Malit të Zi, kurse praksat në shtetet tjera, në shtetet e mesdhëut nuk aplikohen në Mal të Zi ashtu siç është fjala për shembull në Kroaci, në Itali dhe në shtetet tjera. Zoti Perović mendon se kjo mënyrë administrimit të zonës bregdetare u shkakton padrejësi qytetarëve të Ulqinit, duke ndikuar dukshëm në mirëqenien e tyre. Në këtë kuadër vrehet zbatimi i dy standardeve të ligjit, duke diskriminuar komunitetin shqiptar, ndërkohë që zbatimi i njëjtit ligj është krejt ndryshe në komuna tjera bregdetare të Malit të Zi. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.